Jo, duke qenë funksionar i lartë i Partisë Demokratike dhe qenë që për fillimit në atë parti. Dhe kjo parti është shfaqet dhe shpërfaqet si parti e djathtë dhe antikomuniste. A mendoni se ka pas ndonjëherë një filozofi politike dhe doktrinë ekonomike djathtë kjo parti? Dhe a ka realisht të djathtë Shqipëria dhe a ka pasur në historinë e saj të djathtë Shqipëria? Kjo është një pyetje që ja kam bërë shumë, E do marrësh një përgjigje shumë të shkurtër, por signifikative. Po nuk rret dakord me këtë që do them tash, do ma thush në emision, po që ti nuk po tregosh i sinqert. Kush është njeriu që ka bërë betejë konstante për historinë e pronave në Shqipëri? Është e vërtetë apo? S'keni qenë dakord dhe me ligjin 7501, po e kam më poshtë pyetje. Në mënyrë të vazhdueshme. Atëherë një parti që shkatërron historinë e pronës, si mund të jetë parti e djathtë? Por historia. Ta bëj pyetjen për publikun se bashkë kemi të qartë. Atëherë për publiku duhet të di dhe po të jetë i ndershëm, duhet ta ketë ndjek në gjithë pasazhet që betejë ime kryesore brenda partisë edhe në institucion ka qenë për pronat. Dil dhe shikon fjalimin inaugural që un kam si president në parlament me 24 korrik të vitit 2007, themeli atij fjalimi është historia e pronave. Atëherë çfarë mund bëjmë më shumë? Atëherë, me që përmendët ligjin 7501, a ishte i qëllimshëm ai ligj për të bërë për ta përdor politika, i cili lejoi vërshimin e njerëzve që erdhën nga, mos e thonë nga Veriu, po kanë ardhur nga Tepelena, kanë ardhur nga Korça, gjithanë, që zaptun tokat e pronarve dhe tokat publike dhe më vonë i legalizuan dhe ndërtuan biznese. Dhe këto njerëz sot, po ti kërkosh tokën që kanë atje ku e kanë lënë, të vrasin. Pra, është kjo një masakër e këtyre grabitqarve që shteti i bonit ligjshëm në kurriz pronarve dhe pronave publike dhe krijoi dhe këtë masakër urbane që thoni ju dhe nuk di si ta rregullosh sot. Sa i thot kam ndërtu pallatin dhe jam i legalizuar. Normal. Pra, a është një krim i qëllimshëm? Ky është krim, nuk diskutohet. Se drejta elementare dhe në Amerikë është e drejta e pronës. E fillon me kushtetutën. E drejta e pronës, e drejta për të folë, e drejta besimit. Këto janë të tre që vijnë nga kodi i Hammurabit Babilonisë. A e dini historinë dhe atmosferën e miratimit të ligjit? Se e ke trajtuar në libër edhe bashkë kemi komunikuar. Po. Ke sqaruar në libër, po. Pra, historia ishte që socialistët e kohës që drejtoheshin nga Fatos Nano kishin një komision që merresh posaçërisht me këtë. Ka qenë Zyti Pepa dhe një pjesë e njerëzve që merreshin me bujqësinë në atë kohë. Dhe ato dolën me përfundimin që pa pas një reformë kushtetuese, pa pas një kushtetut, ne duhet bëjmë një operacion tranzitor për pronën. Pra ta lëm pronën në përdorim. Jo, personazhi që ka insistu i vetëm dhe ka imponu lojën në parlament ka qenë Sali Berisha. I djathti. Komunisti 27 vjeçar që u paraqiti i djathtë. Po, tash unë po them historinë. Jo, shumë mirë, jo, po dakord. Shiko, unë nuk bëj kompromis. Jo, e di çam vjen. E di ba mirë, po unë kam me njerëzit, le ta duan Sali Berishën, le ta bëjnë më president e kryeministër prapë. Por nuk më intereson fare, të mos kesh një raport sinqert, të arrish deri aty, sa të qush veten budalla, edhe disa të persekutum, që o janë budallej, o janë lëpirsa, o janë diçka që thon ne jemi parti e djathtë. Që këtu marron e djathtë asaj partie për mos vazhdu pasaj në trajtimin që i ka bëu persekutumve politik e tjera e tjera. Po vazhdoj me atmosferën. Është detyru Fatos Nano ti nënshtrohet imponimit të Sali Berishës që toka nga përdorim të jepet në pronësi.